Burri më thot, si të dush rre, e si të dush shko. E lirë je. Tash lind pyetja çka të baj thot. Motor Allahu të rujt. Njëjtë po të thomë edhe unë si burrët. Si të dush rre, si të dush shko. Por ti dush me këshyr rrethonat. Cilla është më e dëmshme, cilla më e dobishme. A ke fëmijë, as ke fëmijë. Çfarë moshe ke, që sa vjet je me ta. Nuk është lehtë se një nuse që i ka 1 vjet 2 martesë, edhe s'ka fëmijë, s'ka kurrë. Sikur se një tjetër që i ka 20-30 vjet martesë. Dush me analizu sanet, a ja vlen më nda prej tij ajo. Edhe pse është kjo një sjellje jo shumë bornore e bashortit tanë. O ti zotni, nëse nuk është të pëlqy gruaja, kallzoj, thuj shko. Nëse është në rregull çdo sen për teket tua, pse ti mendon që gjon më mirë, gjon tjetër edhe i rën. Nuk duhesh me lëshu gruan e ndershme, gruan që të ka bë fëmijë, gruan me cilin ka jetu 20-30 vite. Tash i ke bën ndoshta senet ekonomikisht ose ke dalë me në pleqni. Sepse ka dën meshkuj që mas moshës 40 vjeçare ose 50 vjeçare, bën edhe një herë adoleshent, bën fëmijë edhe një herë. Edhe tash do me fillu aventura njeri mas 50 vjetë. Keni kujdes, runi gratë